Ditë më parë, televizioni Uskana raportoi për mos funksionimin e ndriçimit publik në rrugën Rudniçka në segmentin nga ndërmarrja publike komunale deri te Puckop Petrol, në rrugën Goce Delçev nga Isha Agrokopi deri te shkolla fillore Sande Shterioski, si dhe në rrugën Ljubica Bogeska. Pas interesimit të televizionit Uskana, komuna e Krçovës sqaroi se ndërprerja e ndriçimit ishte shkaktuar nga një defekt teknik, ndërsa ekipet kompetente ishin angazhuar për sanimin e tij. Ndërkohë komuna ka përfunduar me sukses ndërhyrje në teren dhe defekti është eliminuar, që nga nata e mbrëmshme ndriçimi publik është rikthyer në funksion në të gjitha rrugët e lartë përmendura. Me rikthimin e ndriçimit, qytetarët tashmë mund të shfrytëzojnë këtë rrugë në kushte më të sigurta gjatë orëve të mbrëmjes, ndërsa normalizohet edhe funksionimi i një shërbimi të rëndësishëm publik.